Faleminderit zoti Berisha për vizionin dhe mesazhet e qarta. Tani fjalën e ka zoti Rahman Kasa, kryetari i Unionit Turistik Shqiptar. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën doktor. Faleminderit gjithëve për prezencën. Siç e tha Fiora Alba, unë përfaqësoj Unionin Turistik Shqipërisë, i cili ka mbi 500 subjekte anëtare, të cilat janë të ndara në sektor dhe në dek. Pra, siç janë sektori i hotelerisë, sektori i agjencive turistike, i turoperatorëve, sektori i transportit, sektori i guidave dhe kështu me radhë, përbën nga 7 sektorë dhe me dek në rrethet ose në bashkitë që kanë potencial turistik, domethënë më të madh, i cili domethënë gradualisht të shtrihen të dek edhe në pothuajse në gjithë Shqipërinë, sepse kemi kërkesa për të hap dek të reja, domethënë që të përvojsojnë Unionin. E dëgjova me shumë kujdes doktorin dhe në fakt shumë prej atyre tematikave që përmendet janë plotësisht reale, pa pjesën politike, sepse ne edhe në statut nuk ta lejohet që të përfshihemi në politik, por ne i japim rëndësi pjesës biznesit dhe ku një ndër ato temat kryesore që ju trajtuat është informaliteti. Është absolutisht e vërtetë, sepse ne kemi informalitet dhe një konkurrencë të pandeshme e cila ne evidentojmë çdo ditë, që ja kemi kërkuar vazhdimisht edhe qeverisë për të bërë diçka në këtë drejtim. Dhe në fakt unë besoj që kjo fillon që nga kuadri ligjor, pra. Sepse nëse nuk ekziston një rregull, pra i ligj, normalisht edhe nuk e lufton dot. Ose në atë rast ku ekziston ligji, ndoshta mungon dëshira për të luftuar. Ne vazhdimisht kemi kërkuar që të rrisim standardet. Pra sepse rritja e standardeve na afron më shumë me tregjet ndërkombëtare, dhe standardet rriten duke vendosur kritere. Shpesh na është thënë që nuk mund të i përjashtojmë të tjerët nga tregu, nuk mund të përjashtojmë, absolutisht nuk jemi kundër të përjashtojmë askënd nga tregu, por nuk mund të niset nga shkalla e parë direkt në shkallën e 10. Pra pa qenë i vogël nuk bësh dot i madh. Kështu që secili do fillojë nga fillimi, do fillojë nga agent, travel agent, do fillojë agjenci, tur operator, DMC dhe me radhë, me qëllim që secili të garantojë edhe standardet, por edhe njëkohësisht të garantoj atë seriozitetin dhe profesionalizmin përballë partnerëve tanë, përballë turoperatorëve. Përballë turoperatorëve ndërkombëtar, të cilat kanë kërkesat e tyre, dhe nëse ne nuk jemi profesional dhe serioz, normalisht i ditë ata të rriqen nga Shqipëria dhe gjitha shifrat na kthehen bumerang. Ne kemi vërtet 1.7 milion turist, unë e kam bërë publike, e kam shkruar edhe tek media ndryshme, tek revista Monitor, apo jemi pozicionuar shpesh herë edhe për mediat vizive, që 3.5 milion nga këta sipas dhënave janë prezencë turistike, janë prekje turistike, nuk janë turist mirëfillt. Sepse edhe mas rregullave mas përkuizimit ndërkombëtar, një turist duhet kalojë spa 24 orë në një vend që të konsiderohet turist. Dhe shumica e këtyre në tranzit. Është ajo që tha zoti Berisha, që një pjesë shkojnë në aeroport pra për të bërë tranzit, për shkak të linjave low cost që Shqipëria tashmë ka. Një pjesë janë turist ditor që shkojnë bëjnë ekskursione ditore, që nga Shqipëria shkojnë në vende të tjera dhe kthehen mbrëmja ditës, apo nga vendet fqinje vinë në Shqipëri për vizitë dhe kthehen mbrëmja ditës, që regjistrohen nga 2 herë. Një pjesë e kosovarëve shkojnë për pushime në Ulqin, kalojnë për Shqipëri dhe kthehen prapë nga Shqipëria. Pra mbas një pjesë në turist kroqerash, që në fakt nuk kanë një kosto të madhe apo në shpenzit në Shqipëri. Ata flenë aty dhe pothuajse konsumojnë aty në maksimumi në një grup apo 2 grupe që mund të bëjnë ekskursione. Por gjitha këta janë konsideruar si turistë, në fakt nuk janë turistë. Prandaj dhe në fakt kosto nuk del e shpenzimi për një turist nuk del shumë e lartë, sepse nëse ne e përpjestojmë shifrën 5 miliard euro me 1.7 milion turistë, normalisht del kosto tjetër. Dhe nëse ne e përpjestojmë 8.5 milion turistë real me 5 miliard euro del kosto tjetër. Dhe pikërisht duhet diferencuar. Turizmi është kthyer në një industri tashmë dhe kjo është realitet. Ne duhet bëjmë gjithçka për ta mbrojtur këtë industri, sepse edhe nga të ardhurat, cilat natyrisht duhet ishin më shumë patjetër,
është gati mbi gjysmën e buxhetit shtetit. Kështu që duhet marrë shumë seriozisht dhe shumë konsiderat. Pikërisht për këtë kemi propozuar vazhdimisht dhe me që na jepet rasti t'i propozojmë Partisë Demokratike që të ketë një ligj, domethënë të ketë disa rregulla të qarta për sa i përket kësaj industrie. Ndër ato unë i kam bërë dhe me shkrim janë pra përveç informalitetit i cili duhet pra nxjerr një ligj i veçantë dhe vendosje kritereve, ne kemi rënë dakord edhe me hotelierët, pra me sektorin e hoteleve, që të rritet pragu i TVSH-s nga 6% shkojnë në 10%, por kjo të bëhet të unifikohet për të gjitha subjektet e turizmit, për gjitha subjektet e turizmit, për gjithë kategoritë e turizmit. Kemi TVSH për shembull tek agjencitë turistike. Agjencitë turistike nuk kanë blerje materiale zbriq ku mund ta zbresin TVSH-n. Kështu që e mendojmë që 20% është shumë, ndoshta ka vende që s'kan fare TVSH për këtë lloj kategorie, por megjithatë ne jemi dakord që të bëhet një taks fikse për atë e shesht, ku të përfshihet si tati fitimi, siç e kanë program PD-ja, ashtu edhe TVSH-ja edhe gjithë taksat tjera, do vendosi taksë shesht e cila të jetë 10%. Kjo do ishte do ndihmonte shumë, sepse kemi edhe një kontradikt tjetër tek hotelet. Kemi një kontradikt ku restoranti është me 20% i hotelit, ndërsa akomodimi është me 6%. Dhe shpesh bëhen fatura fiktive apo tjera për të kompensuar njëri tjetrën. Kështu që 10% që do ishte shumë i pranueshëm nga të gjithë dhe nuk do të kishte nevojë të bësh këta marifete që bëj këtë marifet këtu, bëhet marifet atje për të kompensuar pastaj pjesën tjetër të faturave. Kemi po kështu, siç e theku dhe zoti Berisha, është pjesa e sezonit dimror. Pra shumë nga hotelet e Bregdetit i mbyllin këto struktura, sepse nuk kanë, le të themi, në biznes aktiv për shkak të mungesës së klientelës në këto vende. Kryesisht Bregu i Jugut, por përgjithësi Bregdeti ka këtë. Dhe kjo ndodh në qytetin e Greqisë, do të shumë vende. Dhe shteti i trajton me një subvencion, pra me një pagesë minimale, me qëllim që këto subjektet mos e humbasin fuqinë e tyre, stafin e tyre të kualifikuar, por ta mbajnë atë të ingranuar dhe të rikthehet aktive në kohën që vjen sezoni. Po kështu, ne mendojmë ose sugjerojmë dhe një ide tjetër në lidhje me këtë, pra, me qëllim që shteti të mos paguaj pra këtë subvencion, pra këtë pagesë për punojësit që do dalin pa punë jashtë sezonit, ne sugjerojmë që shteti të paguajë subvencion për tur operatorë që sjellin turistë gjatë sezonit dimror. Sepse kjo do i mbante hotelit punë dhe shteti s'do kishte nevojë që të pagunte këtë subvencion. Dhe kjo përveç se do ndihmonte ekonominë që do kishte të ardhurat nga këto turistë që do vinin, do ndihmojë edhe subjektet që gjeneronin të ardhurat të kishin aktivitet të tyre, domethënë sa më aktiv, sa më fitimprurës. Ne kemi ndërmjet tjerash, mendojmë se duhet të rrisim maksimum luftën ndaj informalitetit që e prekëm dhe më para, por nëpërmjet një task force për turizmin, e cila do të jetë gjithmonë evidente dhe prezente. Sepse është shumë e vështirë. Normalisht kemi njerëz të pandërgjeshëm, njerëz pa ndeshëm. Dhe kjo do të minimizonte shumë dhe konkurrencën e pandeshme, sepse ne sjellim me tur operatorët, me partnerët tanë, pra ndërkombëtar. Sjellim këtë numër turistësh në Shqipëri dhe dalin disa subjekte që hapin një licencë 3 mujore, shesin me gjysmë çmimi sepse ata nuk paguajnë as taksa, as komisione partnerëve të tyre dhe normalisht regjistrojnë thjesht i NIPT, edhe pa kritere pra që mund të bëjë punë profesionale. Kemi pas raste kur janë marrë nga këta lloj pseudo operatorësh, janë marrë klientët e për hotelit duke shit me çmim për gjysmë, janë çuar në Vlorë, në gjin e Vlorës, në kohë që ne do kemi anulluar ekskursionin për shkak se ka qenë kohë e keqe, sepse jemi të lidhur bashkëmisht me autoritetet dhe me autoritetet bregdetare plas. Dhe ato pastaj kemi raste kur kemi çuar mjete për të shpëtuar në det. Vetëm më thonë që dhe imagjinoni aksidente të tilla se çfarë imazhi të keq do japi Shqipërisë. Ndukje mund të jenë gjëra të vogla, por janë goxha gjëra të mëdha. Ne kemi edhe vazhdimisht kemi trajtuar shumë prej këtyre ankesave, në fakt, shumë prej këtyre kërkesave, më saktë sepse në këta janë kërkesat tonat, dhe kemi menduar këta kërkesa si nxitse, domethënë si kërkesa që do rrisin të ardhurat, do rrisin biznesin e turizmit, do rrisin imazhin e Shqipërisë turistike.
Kishim edhe në fakt, falenderoj doktorin si preku, po të se një pjesë mirë këtyre, ishte edhe potenciali turistik. Shqipëria gëzon një potencial turistik jashtëzakonisht për numër banorësh që ka dhe për sipërfaqe që ka. Dhe për fatin e keq, një pjesë të mirë të këtyre ne i kemi të paktësueshme, sepse mungon i kilometër rrugë apo i kilometër gjys rrugë nga aksi kryesor për të qenë, domethënë për të bërë të aksesueshme dhe për të prodhuar para në fundit. Sepse këto shkojnë vizitorë, grupe turistësh që i vizitojnë dhe paguajnë. Ndoshta ka plot shembuj, po ju ilustroj vetëm një shembull të vogël. Kalaja e Zgërdeshit, që është pa hyrë kruj, ju gjithë e dini, e cila është mjaft historike dhe mendohet se ka qenë një nga qytetet ku ka marrë emrin Albanopoli, domethënë, dhe aty ndodhet është i kala me rënoja në gur që sot mendohet ose duhet vingja shumë modern për t'i ngritur. Ajo për shembull nuk është aksesueshme për shkak të një distancë të vogël kilometrash. Shumë prej këtyre janë pa aksesueshme. Mendoj se shteti nuk ka një kosto të madhe, pra për të dhe kosto të madhe buxhetore për të arritur të bërë këta të aksesueshme. Apo plot të tjera të kësaj natyre. Unë mendoj se duhet një vëmendje më e madhe. Duhet një trajtim më i veçantë me qëllim që të vendosen rregulla, sepse pa rregulla nuk ecet, domethënë rregulla të qarta, rregulla strikte dhe vendosja e standardeve. Në fundit ne konkurrojmë me fqinjat tanë që sot janë shumë larg turizëm. Prandaj edhe ne duhet që të jemi konkurrent, duhet të ecim me standarde ndërkombëtare. Nuk po zgjat se flasë të tjerë, faleminderit. Faleminderit zoti Kasa. Faleminderit zoti Kasa për idetë dhe sugjerimet tuaja. Unë po ja kaloj fjalën tani zotit Zak Topuzi, Shoqata Hoteleri Turizëm. Përshëndetje, faleminderit për prezencën tonë në këtë takim. Unë donja të shtonja që turizmi nuk është më vetëm industri, por tani është mënyrë jetese. Pra çdo njeri mendon se çfarë do bëj javën tjetër apo këtë javë, nuk është më si përpara që fliteshe ku do bëj pushimet në verë apo ku do bëj pushimet në dimër. Është e rëndësishme që edhe Shqipëria ka hyrë në tregun ndërkombëtar të turizmit dhe shifrat janë pozitive. Duhet një seriozitet më i madh për politikat veçanta për turizmin, pasi duke qenë se është sot industria më e rëndësishme se edhe industria e prodhimit makinave, që duhet jetë në qendër të vëmendjes. Ne kemi bërë disa takime qoftë me opozitën, qoftë me pozitën gjatë këtyre 30 vjetëve dhe kemi parashtruar probleme. Shumë nga ato janë përfunduar, janë përmirësuar, por disa janë elementë cilët janë shumë të rëndësishëm. Duhet kuptojmë një gjë, gjysma e popullsisë së Shqipërisë është larguar jashtë për të punuar në vendet e rajonit. Dhe në fundit, pjesa më e madhe punojnë në sektorin e shërbimeve. Mund të marrësh shembull Greqinë, që pothuajse pjesa më e madhe janë o punojës turizmi, o ndërtimi, o bujqësia. Propozimi kryesor ka qenë subvencioni i punojësve të turizmit në disa muaj dhe më vjen mirë që zoti Berisha e trajtoi si pikë të rëndësishme, sepse është jashtë logjikës që të lidhësh kontrata për të sjellë punojës të huaj në Shqipëri, ndërkohë që punojësit shqiptar dalin jashtë për të gjetur punë, po në këtë sektor të turizmit. Dhe mos harrojmë që këta punojës të huaj që do vinë në Shqipëri e kanë kosto më të lartë se punojësit shqiptar. Dhe nuk ka logjik që të përdorësh këtë lloj metode, ndërkohë që një nga metodat më të thjeshta është subvencionimi atyre në periudhën e dimrit dhe elemente të tjerë të politikave fiskale që i bën dhe rajonin, nuk është puna se ne po kërkojmë të bëjmë në shpike. Kjo do bëjë të mundur dhe uljen e sezonalitetit, që është një nga problemet kryesore që ka Shqipëria, politika për të stimuluar ndërtimin e kapacitetet akomoduese. Sot turizmi është rikthyer më fuqishëm se para pandemisë.
nga konferencat dhe organizata botërore të turizmit kanë ardhur sinjale që turizmi kinez po vërshon këtë 10 vjeçar në Europë dhe kjo duket që vitin që kaloi dhe ne duhet ngrem kapacitete më të mëdha dhe sigurisht zgjerimi i aeroportit të Rinë, si të është një nga pikat kryesore për ata, nuk mund të vinë me avion me 100 veta apo 200 veta, është e pamundur, e pa logjikshme. Kështu që ngritja e kapaciteteve, resorte, hotele nuk është më tani si më thënë është domosdoshmëri për të përgjigjur këtij zhvillimi që ka marrë turizmin në pothuajse të gjithë botën. Sigurisht që ka dhe element tjerë, por domethënë ne mund t'i trajtojmë ato gradualisht dhe me ekspertët për katërs. Dhe mendoj se edhe arritja në për destinacione prap është një element i rëndësishëm, pra rritja e numrit të lëvizjeve të huajve, nuk po i them më turist, sepse ne nuk na lejohet si profesionist ta përdorim si term, ka bërë që ne na kapi të paprigatitur në infrastrukturën turistike dhe kjo bën që në periudhën e verës, periudhën pik, ne të kemi bllokime tapa në për shumë rrugë kryesore të vendit për të arritur në destinacion. Kështu që them se me disa politika turizmi mund të përmirësohet dhe sigurisht mund të kthehet në motorin kryesor. Dhe pika e fundit që doja të thosh është kombinimi midis turizmit dhe bujqësisë do jetë një nga pikat më të rëndësishme që kush qeveri do ta zbatoj, pasi mos harrojmë që çdo turist që zbret apo hyn në kufi, fut në punë 8 veta. Dhe këtë e kanë kuptuar bota dhe Maqedonia subvencionon turist, sepse në vend që të japi asistencë për 8 veta, jep njërit dhe është shumë e thjeshtë. Pra, nuk është çështje vetëm për hotelierët, por ajo lidhet që ke taksisti, që ke punojësi i aeroportit, që ke bujku që prodhon domaten, i gjithë zinxhiri për turizmin dhe bujqësia do të jenë ato që do mbajnë besoj ekonominë në vend. Ne mund të hyjmë në Europë, por nuk kemi për të prodhuar kur makina apo industri të rënd. Ne do hyjmë me treguesit ton që do na ka kapur tani, do me kapacitete prodhuese bujqësore dhe edhe turizmin. Faleminderit. Faleminderit zoti Topuzi për fjalën tuaj, po i kaloj fjalën zoti Amaril Dovizi, guid turistike. Atëherë, faleminderit për fjalën, i nderuar profesor doktor Sali Berisha, përfaqësues shoqatave të ndryshme, një kolegu juaj deri diku me profesionin, jam një guid turistike kategorisë kombëtare. Kam ardhur këtu në fakt të përfaqësoj më së shumti pjesën e kolegëve të mit, për sa i përket guidave lokale apo atyre kombëtare, sepse ne përballemi me një problematik që prej kohësh dhe prej vitesh në fakt ka të bëjë edhe deri diku me identitetin ton kombëtar, po edhe deri diku me hapësirën se sa jepet guida si profesion. Për gjithë ata që njohin, guida është një ambasador në lëvizje, imazhi jon varet nga guida turistike përpos politikave të brendshme ose të jashtme që zhvillohen në një komb. Një turist, guida është personi i parë që takon, por duke qenë se në pjesën jashtë nuk mund të shkosh të shpjegosh në një muze, të japësh informacion për një shtet, nëse nuk je i certifikuar nga institucionet e atij shteti. Aktualisht po flasim për Ministrinë e Turizmit. Normalisht varion në gjorba të majmora, ndodhin jo më larg se te fqinjët tanë, Maqedoninë e Veriut, jo më larg se në Turqi, edhe mos flasim pastaj për pjesën e Bashkimit Evropian që janë edhe më strikt për sa i përket pjesës së ligjeve. Çfarë do të sugjeroja unë? Do të sugjeroja ngritjen, edhe pse është bërë disa herë si kërkesë, ngritjen e një grupi kontrollit posaçëm, paktën për gjithë guidat lokale të huaja ose tour leader ose shoqërues grupi të huaj. Mjafton në çdo sit kulturor, sidomos tek sitet e UNESCO-s, duhet të jenë shoqëruar nga një guid turistike shqiptare e licencuar
për të luftuar normalisht edhe informalitetin, që gjerasin që falenderoj që e përmendë sepse është problemi kryesor, jo vetëm për pjesën e turistëve, por edhe për pjesën e profesionistëve që punojnë. Domethënë informaliteti duhet të reduktohet në maksimum. Dhe paralelisht guida si profesion të propozohet sa më shumë të rinjve për shumë arsye. Para është ruajtja e identitetit tonë kombëtar, siç thash, dhe dyta duke organizuar të gjitha guidat lokale në qytete zhvillojnë këtë si një punë afatgjatë dhe jo vetëm gjatë gjithë kohës në lëvizje duke kaluar po themi 100 km apo 200 km qytet me qytet. Nëse arrin të krijojmë një sistem normalisht me këshillimin e ekspertëve që çdo guidë lokale të qëndrojë në qytetet e vogla, ndihmojmë si në ripopullimin e guidave në radh të parë, mbrojtjen e historisë në radh dytë, dhe kjo është një variant shumë i mirë, opsion pune edhe për gjithë të rinj që duan punojnë në këtë sektor. Faleminderit. Nuk e di kush e do fjalën. Të lutem të prezantoheni. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje doktor. Unë jam Meraldo Kalemaj, një sipërmarrës i mesëm në sektorin e turizmit, me agjenci turistike dhe hotel. Në fakt po ju dëgjoj me vëmendje të gjithëve, edhe jam plotësisht dakord për çfarë folën edhe nga kryetarët e shoqatave dhe nga parafolsi me përkuitet, por desha të shtoja dhe një pjesë tjetër të cila për mendimin im është që është lënë pa përkrahje fare nga shteti, që është aktivitetet, që desha ta shtoja pak të turistët po vinë, po vërshojnë në Shqipëri, ne po fokusohemi vetëm tek akomodimi i tyre, tek hotelet, tek informalizimi, por duhet të shtojmë që sot neve nuk kemi kapacitete që neve ti shtojmë aktivitetet turistëve që po vinë. Sot ata po vinë, po flanë, po nuk po dinë çfarë të bëjnë. Po jap një shembull, në Selanik ekzistojnë 3-4 aktivitete ditore, teatro, muze, të cilët turistët që vinë të merren, të dinë, të kenë një njohje, të kenë diçka kur të vënë dhe padyshim edhe të kënaqen. Sot Tirana ka vetëm një, që është mbrëmja shqiptare, që është hapur këtë vit, nuk ka pasur absolutisht asnjë lloj aktiviteti tjetër. E vetmja që mund të quhet një si tip shfaqje është kjo mbrëmja shqiptare që është bërë. Unë do t'ju kërkoja, zoti Berisha, që të keni fokus dhe promovimin e aktiviteteve, e personave që merren me aktivitet. Po jap një shembull, mesatarisht një turist shpenzon në natë një dhomë 50 euro. Ndërkohë, për një aktivitet mesatar, shpenzimi është nga 50 dhe 100 euro. Pra nuk është vetëm akomodimi dhe fjetja atit si në hotel. Është çfarë mund t'i bëjmë ne një turisti për t'i vjel sa më shumë lek dhe ai të kënaqet më shumë dhe të vijë në Shqipëri, ai mos të mërzitet. Ndërsa për pjesën e formalizimit që u fol, unë jam parimisht dakord, vetëm dua t'ju bëj me dije që platformat Airbnb Booking, pavarësisht se kanë problematikat e tyre, kanë qenë promotori më i madh në Shqipëri turizmit me këta Airbnb të vogla, të cilat unë mendoj, zoti Berisha, që formalizohen duke u ndihmuar që të zgjerohen. Pra neve në rast se arrim më shumë kontrole, më shumë taksim, më shumë rregulla, neve bëjmë që vetëm i forti dhe i madhi të zgjerohet, ndërsa i vogli të rrigjit më i vogël. Unë do mendoja kështu, mund të kisha një propozim që Partia Demokratike në rast se vjen pushtet, të shikojë dhe të mendojë që këta të vegjël, të cilët sot po ushqehen nga këto Airbnb të vogla, duhet një plan që këta të formalizohen duke u ndihmuar. Pra, në rast se ti ke sot 3 shtëpi, në rast se i bën 5, shteti do të ndihmojë. Në rast se ti ke 10 shtëpi ose ke 15 shtëpi, në rast se merr edhe 2 punëtorë që i mban gjatë gjithë kohës, shteti do të ndihmojë, sepse në rast se neve vëmë shumë rregulla, neve bëjmë që ky treg të monopolizohet më shumë se ç'është monopolizuar. Unë mendoj, edhe mendoj që e djatha vet ka një drejtim, një qasje më liberale ndaj tregut. Kaq kisha për të folur. Faleminderit për kohën. Po, patjetër. Ndoshta nuk është vendi, domethënë sepse duhet jemi më koncis. Por
po të them vetëm kaq, ligji ekzistues për Airbnb është një ligj minimal. Pra, ai taksohet 20 euro për shtret në vit. Pra, nëse ti ke një apartament me 4 shtretër, ti do paguash 80 euro gjithsej në vit. Ka taks më të ulur se kaq? Po të dalësh shesësh domate ke treku, paguën më shumë se sa ky që do paguaj për këtë. Deri në 12.000 euro në 10.000 euro në muaj, ti ke për të paguar 6% të vës, 600 euro. Dhe 20 euro për shtrat në vit, ka më pak taks. Formalizimi i tregut është i domosdoshëm për vetëm arsye për të mbrojtur konsumatorin. Çfarë ndodhi një muaj përpara? Erdhi vrau babai, vrau gocën në shtëpi. Ti nuk kishe asnjë identitet, asnjë dokument, kush fjeti nga hyri, nga doli. Përveç asaj, ty mund ndodhi të vinë natën të të hapin, të të vrasin, të të bëjnë në një shtëpi, po i marr rastet. Pra mbrojtja e konsumatorit është minimumi. Një hotel me 6 dhoma duhet certifikohet nga mjetet në pension, ashensori, elektriku, asapi, janë 10 certifikime. Kurse një person me 5 apartamente nuk ka nevojë fare, mund ta drejtojë këtë nga klubi, vetëm me celular, dhe ku është ngarkesa fiskale që ka ky? Thjesht është problemi këtu, domethënë që identifikimi, në bazë të këtyre identifikimeve, ne tani e morëm vesh që hotelet kanë 60.000 shtretër dhe apartamentet janë 210.000 shtretër. Ti thua informaliteti, po informaliteti nuk vjen nga hoteli, vjen nga gjithë kjo industri e cila është jashtë sistemit, dhe nuk është problemi vetëm taksat, por është dhe jashtë sistemit kontrollit. Ti nuk di se çfarë materialesh përdor ai, çfarë mbrojtje ka vet godina, domethënë problemet e shqetësimit që vijnë nga vet banorët në një shkallë me 15 veta. Tani 7 veta mund të jenë Airbnb dhe ti nuk njeh se kush është, pa le që duhet kesh dhe identitetin. Më thënë, po ti hysh në detaj, po nuk është vendi, ne vetëm thjesht duhet ti kërkojmë zyrtarisht, pra ne mund të përgatisim një material me të gjithë shoqatat dhe t'ia paraqesim PD-s, që nëse kur të vinë pushtet, mund të marrin këto masa. Kaq, domethënë, them. Po të them se kemi në gjë konkrete, mund të mblidhemi gjatë javën në vazhdim. Po. Unë jam plotësisht dakord për regjistrimin edhe për këtë, paktën po të nëse për të shtuar, domethënë, ka platforma të cilat i mban shteti, për shembull në Itali, që regjistrimin e bëjnë të detyrueshëm. Unë nuk mendoj që barra fiskale e rritur është një element për të shtuar formalitetin. Unë mendoj që do të rritet, po ju japi shembull. Sot qeveria ka rritur siguracionet edhe këto për në bazën e këtyre e pagave që marrin. E çka ka ndodhur? Ka ndodhur që punëtorët neve i japim bazën i japim po flasim, punëtorët bizneset. I japin për të mos paguar këtë siguracionet edhe taksat e pagën minimale, ne japim pagën minimale edhe të tjerat në dorë. Pra çka ka bërë kjo rritja fiskale që ka bërë qeveria? Ka shtuar informalitetin. Edhe kjo mendimi im është që është një inovacioni i jep zgjidhjen çdo gjë, edhe është detyra e shtetit të bëjë inovacionin. Në rast se shteti mendon që mund të rrisë taksat do shtoj formalitetin, shteti bën një gabim shumë të madh në shtetet si Shqipëria. Këtu duhet pothuajse duhet të ketë leverdi dikush që të paguajë më shumë taksa. Nuk duhet thjesht ai të paguajë taksa dhe të ketë diçka, ai duhet të ketë leverdi. Pra, kjo taksë po paguhen është për këtë sistemin që të bëhet më i sigurt, që policia të vijë dhe të bëjë unë, për shembull, po flas unë sot tek hotelet mi kemi 30 dhoma, pra 60 shtete. Unë jam shumë dakord që e shtoj taksën që të paguhet, në rast se mua më jepet një shërbim ekstra. Për shembull, po bëjmë regjistrimin dhe policia po lër aty një patrullë që të vijë të shikojë situatën. Jam shumë dakord në këtë gjë, po kjo taksë duhet të argumentohet, sepse neve pasaj përfundojmë në një fazë në të cilën shtojmë barra fiskale biznesit. Po flas për neve, unë po flas për një biznes më të vogël, më të mesëm se mund të jeni juve për shembull ose neve duam të kalojmë atje dhe bëhet mendimin e shtetit. Nuk bëhet mendimin e një barre tjetër fiskale që dikush e ka Terezin që ajo, po mua bën shumë efekt.
edhe ai 5%, edhe ai 6% për të arritur aty ku dua. Pra unë mendoj të inovacioni, dhe është detyra e shtetit e inovacioni. Është detyra e shtetit që ai të investojë në mënyra të reja, në taktika të reja, që neve ta kemi më të sigurt dhe më të lehtë punën për turistët. Faleminderit, edhe është e vërtet nuk kemi kohë për këta ka diskutime më të mëdha që po bëhen, por duhet të kuptojmë që impakti i biznesit vogël dhe biznesit mezëm turizëm është shumë më i madh se këta investitorët për shkakun që po vinë edhe strategjik që po marrin, po monopolizojnë Bregdetin edhe po bëjnë shtreto ekstra luksoz, të cilët nuk do të dinë se çfarë i kënaqin njerëzit. Kaq kisha, faleminderit edhe për Kush e kërkon fjalën? Atëherë po ja kaloj fjalën zotit Akil Kraja. Në fakt, si pjesë e ekipit të ekonomisë, Amarildo unë do të shtoj edhe një gjë tjetër, nuk është qëllimi vetëm për të marrur taksa, është edhe për të dhënë, dhe në kuadër programit ton, është fuqizimi, modernizimi, inovacion administrativ i bankës zhvillimore, e cila do të financonte startupe, përfshirë në këtë drejtim, në drejtim të mirëmbajtjes së kulturës, pra mirëmbajtjes trashëgimisë, jo vetëm në terma të restaurimit, por dhe të dijes, në mënyrë se si përcillen këto materiale, financime për restaurimin e banesave të braktisura, të cilat sot ju e dini shumë mirë, me një shpopullim të jashtëzakonshëm, fshatrat e Shqipërisë mund të kthehen fare mirë në një ripopullim, duke mbështetur agroturizmat, duke mbështetur brandet në nivel fshati, jo thjesht qyteti, flasim për qytet, potenciali është sot për një agroturizëm, jo thjesht siç po promovohet aktualisht me këto gjysmë grante të zhbërës. Shko në një ferm, gjasmesh restorant, në fakt gjysma produkteve janë importi. Qëllimi është për të patur brande në nivel fshati, që do të thotë fermat ushqejnë restorantet, kalat e vjetra të restauruara, po kështu me restauristë të certifikuar, të kenë mundësi të bëjnë atraksione dhe termi që ne përdojmë shpesh menuja turistike. Sot Shqipëria, turizmin deri para pak vitesh e kishim sigurisht një përqindje shumë madhe në GDP, ju e dini, por mbahesh kryesisht nga turizmi kombëtar, identitar, Kosova, Shqipëfolës e kështu me radhë. Sot në programin ton, turizmi është eksport. Është eksport, sepse po flasim për një dimension ndërkombëtar, i cili kërkon një herazi standarde europiane, është konkurrencë ndërkombëtare me Kroacinë, Greqinë dhe Italinë, që do të thotë duhet bëjmë pjesë e këtyre korridoreve ekonomike për të përthithur këto brande përfshirë hotelerie, dhe mbi të gjitha pa harruar elementi tjetër njerëzor. Ne nuk po përpiqemi të bëjmë një turizëm industrial i cili i thot shqiptarëve turizmi është i pakapshëm për banorët lokal. Është vetëm për këto investitorë strategjik, të cilët kanë zaptuar plazhet, territoret dhe qytetarët shqiptarë nuk futet dot. Jo, ne themi të ketë një diversitet rural urban, diversitet për hotelet me 5 yje, patjetër të shtrera, resortet, sigurisht pra në gjithë hapësirën gjeografike nga veriu në jug, por dhe në hapësirën demografike, që mos të bëjmë një turizëm ekskluziv, ku shqiptarët të thojnë nuk shkoj dot në jug, sepse është i pakapshëm, po të kemi një turizëm i cili të jetë pra gjeografik, demografik, por dhe social, por dhe kulturor, që do thotë traditat më të mira të rinovohen dhe të promovohen nëpërmjet, sigurisht e tham edhe një herë, elementeve të certifikuar. Pra, për herë të parë ky program parashikon dhe turizmi është një nga fushat më të jashtëzakonshme ndërhyrje multisektoriale. Nuk mund të jemi siç kemi qenë tani, bëm projektin e fasadave, rilindjen urbane. U shpopullua Shqipëria. Për çfarë u bë? As turizëm nuk po sjell. Turizmi po rrin kryesisht, ne e tham, është 24 orësh, rrin në Tiranë, por janë mbi 1 miliard euro, të cilat u shpenzuan për propagandë, ndërkohë që nuk po kontribuon turizëm. Dhe nga po vjen ky turizëm? Nga rrugët që janë bërë para 2013-s, e tham, është aksesibiliteti. Pra është e rëndësishme ta theksojmë turizmi në programin ton, ka sigurisht formalizim, patjetër mbështetje, por të mbështetur me grante dhe mbi të gjitha një ndërhyrje multisektoriale për gjitha shtresat, për gjitha kategoritë, për të gjitha territoret. Ishte thjesht një saksim për të thënë edhe një herë, dua të realisht të kuptohet mirë, programi është multidimensional, turizmi nuk është thjesht të bëjmë kulla për nuk e dim kë, turizmi nuk është thjesht bëjmë aeroporte për nuk e dim kë, turizmi duhet jetë për të krijuar vende pune për të gjithë, pa lënë njerëz jashtë. Ndjes Sozjata, faleminderit.
Zoti Berisha, nëse doni ta përmbyllni me fjalë tuaja. Unë duhet të falënderoj shumë Zotin Kasa, Zotin Topuzi dhe ju zotëri për ndërhyrjet që bët, propozimet dhe sugjerimet që dhatë, shumë të rëndësishme. Edhe njerë theksoj se turizmi është dhe do mbetet një deg kryesor e ekonomisë sonë me një potencial të jashtëzakonshëm. Nuk ka asnjë vend tjetër që të ketë potencialin turistik të Shqipërisë. Ne në 28.000 km2 kemi çdo gjë që ka bota për turizmin. Kemi detin, liqenjt, lumej, kemi Alpet, kemi malet, kemi prodhimet nga më të mrekullueshmet që mund të ketë, mund të bëhen, kemi mikpritje tradicionale. Ja u thash, kudo që kam shkuar, në fshatrat më të largëta, ajo që më ka bërë përshtypje, ka qenë përpjekja atyre njerëzve për të tërheqë turistët. Dhe shpresë e atyre se turistët do të vinë. Se turistët do të vinë, një besim tek vendi i tyre. Në këtë drejtim, ky vërshim i turistit nga viti 2005 e këtej, sepse do të pranuar që nga 2005 në 2013 në turizmi u 13 fishuar, numri atyre që vinë. Pra, këtu ka dallim vizitor turist. Dhe tani është 2 fishuar nga ajo kohë, 3 fishuar, mos 3 fishuar. Po. Megjithatë, turizmi përballet me probleme shumë serioze. Problemet bazë serioze të turizmit sot janë nga Shëngjini, Gjerë Sarand, janë qeveritare në shtetërore. Nga Shëngjini, Sarand, impjantet e ujrave të zeza të ndërtuar me paratë e taks paguesve nuk funksionojnë dhe i detyrojnë sipërmarrësit të blejnë ca aparatura për trajtim extempore në një kohë kur kjo është një gjobë shtesë ndaj tyre, absolutisht absurde, sepse bashkit nuk paguajnë energjinë për të funksionuar impjantet e përpunimit të ujrave të zeza. Madje Vlora dhe Durrësi, 2 mundët dhe tjera, edhe Saranda, i derdhin në det si pagje të keq fare. Unë e kam thënë dhe them, marrë tunel e Llogaras, 220 milion. Me tunel e Llogaras o miqtë e mi, nga Semani, Gjerën Ksamin, i jipje përgjigjen më përfundimtare ujrave të zeza. Dhe të japish një përgjigje përfundimtare ujrave të zeza, ti eksposton turizmin në nivel tjetër. Vendos flamujt blu në të gjithë brigjet tua. Mirë po këta e kanë mendjen se si të vjedhin dhe jo si të ndihmojnë turizmin. Vjetë shpiken të kompanin që edhe ata që ishin kanalizime do të blinin këtë aparaturën që kushtonte jo pak. E shtur shumë drejt. Turisti vjen, nuk i ofrohet gjë. Kudo që shkon me paketë turistike, të ofrojnë çdo ditë një opsion. Çdo ditë një opsion tjetër. Këtu, pas kanë bërë këtë darkë e Tiranës, si thatë darkë e... Po, edhe shpellën e plumave. Shpella e plumit dhe plumave, po është, do me thënë, dëgjon turist atje,
Po Tirana ka gjitha ato. Tirana ka bukurim mahnitëse për rretha, më thapë. Asgjë këtu jo vetëm kaq, po këtu ka zhduk institucionet artistike. Kjo është i zhdukje. Këtu nuk ka teatr, këtu nuk ka aktivitetet tjera. Ka një teatr opera, është zhduk komedia, është zhduk teatri kombëtar, është zhduk cirku, janë zhduk të gjitha. Teatri kuklave. Këto nuk ekziston një transport i cili duhet jetë i garantuar për turistët. Duhet jetë i garantuar për turistët. Edhe ky s'mund të jetë transport privat, ky do jetë transport publik. Vjen tjetri në Dhermi, nuk shkon don të Himar. Nuk ka autobus për shku në Himar. Nuk, të thënë, vjen dhe goshdohet aty ku vjen. Sepse këta 12 vite kanë administruar 65 miliard euro buxhete total. 65 miliard. Dhe në mënyrë absolute, përveç pllakave që kanë shtruar në sheshet e qyteteve, me një çmim 10 herë, me një çmim 8 herë më të madh se sa kostoja që kanë. Pllaka guri të gjitha të nxjerra në Shqipëri. 60 milion euro sheshi Skënderbeg. A mund të imagjinoni ju? 2 miliardë 300.000 euro rasat e gurit në sheshet e qyteteve. Ndërkohë, për të ardhur turisti nga Muriqani në Tiranë dhe për shkuar në jug, heq zit e ullirit për shkak të bllokimeve të transportit dhe rrugëve të papërshtatshme. Ndaj dhe ne angazhohemi për një përqendrim të madh. Dhe së bashku me ju, ne do t'u japim përgjigje problemeve shumë të drejta që u ngritin. Shiko, tani themi të vërtetën. Çdo i huaj që hyn në këtë vend, çështja numër 1 për ne është siguria. Dhe do ta kuptojmë të tjerë. Ne jemi përgjegjës. Si u vrajo anglezi Ansam, nuk e di. Tjetra erdhi këtu. Ne jemi përgjegjës për të ujtë. Në kod, në tradit, në ligje dhe në çdo gjë. Ndaj dhe, qoftë se them formalizim, absolutisht qëllimi më i parë është siguria. Do të jemi të sigurt. Nuk ka dyshim që jam dakord me atë parimin që thoni ju. Formalizim duke ndihmuar. Ne nuk synojmë kur falimentim biznesi. Jo. Përkundazi, ne ju garantoj që synojmë sukses biznesi. Dhe jemi të gatshëm tulem me ju, tu ndigjoj. Urdhë. Zoti Kaso thot, ne pranoj thot të rritet të vëshëja në 10%. Një qëndrim shumë i arsyeshëm. Por ama, kjo duhet shoqërohet me ndërhyrje të fuqishme të shtetit në mbështetje të turizmit, në mbështetje të industrisë turistike. Rregullat e gidës janë esenciale. Guidi është përfaqësues. Përfaqësues i kujt? I shtetit. Derisa ai ka marrë përsipër të shoqërojë një tuaj në këtë territor, ai është përfaqësues i shtetit. Pavarësisht se është private atë çështje për përfaqësimin e shtetit. Detyrimisht që duhet rregullohet në mënyrë maksimalisht të mundshme çështja e funksionimit të gidave. Ka një korrupsion të jashtëzakonshëm qeveritar. Tani, më tregon mua një banor nga Gjiri Lalzit, bleva thot 2 motor ujë. Bleva për fituat sa para
në verë, për familjen. I regjistrova në kapiteneri, mirë. I regjistrova në bashki, mirë. I regjistrova në qark, mirë. Tani më thanë, do i regjistrosh të Mirela. Shpun ka regjistrim të Mirela, i thashu. Ja, dona jo, tha. Dona jo, tha. U detyrova për 2 motor ujë të vi tek sekseri Mirelës në ministri. Tani, ky është një shembull që di unë për 2 motor. Po sa janë këto? Këto janë përditshëm se këta e konsiderojnë turizmin një sektor për ta xhvatur. Jo, turizmi është një sektor jetik. Është një sektor që ka ndikimin më të fuqishëm, ndikim të fuqishëm në prodhimin e vendit. Kudo? Ajo dëshirë që unë kam gjetur kudo, të njerëzve që do na vinë turistët, dhe në kupton, do shesin prodhimet, do prodhojnë, do ndryshoj jeta. Dhe kjo është një vërtet, është një drejtë e tyre. Nuk ka turizm wide, si që është ky, do më thënë. Turizmi do formalizohet absolutisht për të kontribuar në suksesin e tij dhe jo falimentimin e tij, kur s'kemi atë synim ne. Turizmi do mbrohet, sepse çfarë ndodh tani? E thash, i them një bashkëpunëtore sime, çfarë po ndodh atje në Borsh? Tha, atje, jam ndërtuar kështu, thash unë, hotele këta. Atje tha, po rrafshohet një kodër në të habitshme. Çfarë i thash? Po e presin kodrën, po e rrafshojnë. Po kush po i bën atë? Thonë, tha, ca djem nga Laçi. E pyes unë pas një viti, po çfarë ndodhi me kodrën? I them aty, se ç'po ndërtojnë. Ha, kodrën, tha, e kishin marrë njerëz të qeverisë, afër qeverisë. Do më thënë, përdorin. Mirë, po kjo është problemi se ata i sjellin me kontejner, narko-eurot, dhe i konkurrojnë njerëz të ndeshëm. I konkurrojnë këta. Ai nuk është zhvillim, ai është, e vërteta është që ai dëmton shumë zhvillimin e turizmit. Pra, transparencë e gjithanshme. E gjithanshme. Natyrisht, dora e zezë e qeverisë dhe angazhimi i qeveritarëve dhe familjeve të tyre në fushën e turizmit do të ndalohet. Me ligj dhe do të dënohet. Ato do konfiskohet. Të gjitha. Çfarë kanë bërë? Do mu marrë me qeveri, merru me qeveri. Lejo atyre që sektorin e vetë. Do t'i ndajmë, pranaj dhe ne kemi pastrim në shtëpisë, shtyllë kryesore të Shqipërisë madhështore. Pra, për të mos u zgjatur, ju siguroj se një turizëm madhështor është më shpejt i mundshmi në kuadrin e Shqipërisë madhështore dhe ne do bëjmë gjithçka që të kemi një turizëm madhështor të standardeve më të mira, më të sigurta, do bëjmë çdo investim që shqiptarët të mund të shfrytëzojnë çdo potencial të turistik të vendit dhe turizmi të njohë një standard të ri, një nivel të ri dhe të konkurojë me sukses me të gjitha vendet e rajonit, që është konkurenca me ashpër dhe me të gjitha vendet e Europës. Ju falenderoj shumë për mendimet që thatë, ju siguroj se të gjitha këto ne ligjin do të rishqyrtojmë me ju së bashku për të gjithë sektorët dhe task force është shumë e drejtë. Jam plotësisht dakord. Është shumë e nevojshme. Është turizmi është poliedrik në të gjithë çfaqje aktivitetet e tij, ndaj dhe një task force të veçantë për turizmin, në mënyrë që të mund të trajtohen sa më me kompetencë, me eficiencë, problematikat e këtij sektorit madh dhe të rëndësishëm. Edhe një ju falenderoj dhe përshëndes ju
zotëri përfaqësues të shoqatave të drejtues të tyre dhe përshëndes operator turistik sipërmarrësit kudo që janë. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Berisha, zoti Kasa, zoti Topuzi, gjithë pranishve të